Përshëndetje nga Ndajm Lala dhe mirë se erdhët në podcastin tim. Para se t'i ftoj mysafir të mi, kisha pas qejf që ju ta ndikni historinë e këtij. Çka shtini më ndihmu Ersanit? Një njeri që e ka njetin me qunë i dare të shpia, me qunë do buk të shpia, inshallah Allah ja shtron edhe rrugën ka tec me ari. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Çfarë ndjeni është me flet me barkunt? Unë edhe me flet me barkunt, unë apet mu e duraj. Po kur inshallah zinë e mi motrat e mija të vogël, nuk muna me duru. E ki dhe nanës smuta, po? Po, tha. S'mojas. Më fal, sa herë për ti ta më fal, atër nuk dita më fal, o i non të lutem më fal. Pse nuk je bashkë me atë shikën? Sebeb të kushteve të vështira që i kam. Maran e ma keq, se me flejt me ty që ki pare, e mi pas met, të Ersoni ose të një kamarjer, vajza nuk ka. Atë kanë shah, atë kanë shty, atë kanë bolizu, atë kanë... Gjithë dajmë. Shumë herë unë kanë ndodhë që shto. Sami Frashi ka thonë deri sa Mesa nuk shën mja ble gazetën gjyshës, populli jo nuk ka me heqën për para, kështu që. Nonat ka e blat, don ma shumë për krejtve, t'ka rind ka me dur, mos e qënë shpit plezhve. Si të maran emisioni, kime pas i rahin tonë me klip për Ramazan. Fahem deri shumë pjogu.